solli informacion që do të kemi edhe takime të tjera, sepse nuk pa diçka konkrete. Për të diskutuar krejt çfarë ndodhi, kënaqësi që sot me ne në studio kemi analistin Arnor Sadiku. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit për mundësinë. Patëm një takim rreth 3 orë, ndoshta më shumë, që zgjati mbrëm pas ditën e djeshme në Kuvendin e Kosovës. Lumiri erdhi pakës më herët e Kurti një 5-6 minuta më vonë. E don zakoni me të prit haj që të kaftu, po kështu rodhi fillimi i këtij takimi. Çfarë si e shihni krejt atë që ngjau komentet që patëm në fund, fjalët që u thanë, çfarë prisnit realisht prej këtij takimi? Sa i kemi afër e sa i kemi larg mes vete këta dy oponent? Në fakt vetë simbolika që ju e potencuat e takimit nën kupton, domethënë pa dashur me hinë detaje që Zoti Kurti nuk ka qenë dje i gatshëm për një marrëveshje politike, sepse nganjëherë në protokollet politike dhe diplomatike janë të rëndësishme edhe këto gjeste dhe mimika që njerëz që merren pak a shumë me analizën e politikës deri diku i kuptojnë pak më lehtë, po sidomos edhe gazetarët që merren me politikë dhe kanë kuptuar që ndoshta nuk ka qenë fort interesuar për marrëveshje dhe kjo pastaj konfirmua edhe më vonë. Kurse zoti Abdixhiku edhe për shkak të rrellave që kishte brenda partisë së tij dhe natyrisht edhe në kohë së krizës më të madhe që pat Kosova në aspektin politik, si duket ka qenë pak më shumë i gatshëm që vendit t'i ofrohet një institucione funksionale dhe më në fund të dalë nga ngërçi institucional që është krijuar tash sa kohë. Por një gjë e tillë si duket nuk ndodhi dhe jemi këtu ku jemi. Dhe kur jemi tek momenti në cilin jemi, po flitet për një tjetër takim gjatë ditës së sotme, për mundësinë e një tjetër takimi. A kemi mi pas shpesh këto takime në tash tutje? Po, mendoj që kemi vetëm edhe një ditë para seancës për konstituimin e Kuvendit. Edhe takimi i djeshëm, le themi, u bë mbas deklaratave publike që zoti Kurti mbas të një qëndrime që i potencoi e u pa që është më i gatshëm për të shkuar në zgjedhjet e reja parlamentare. I përmendi në fakt. Zoti Abdixhiku e tha dhe ai që në rast se nuk keni marrëveshje politike, atëherë vendi shkon në zgjedhje sepse ne nuk jemi këtu për të nënshtruar, po jemi që të përfaqësohemi politikisht. Që i bie që le të themi edhe zoti Abdixhiku nuk e ka shumë të lehtë të arrijë një marrëveshje për faktin që ka dalur së fundi nga një kuvend i partisë ku ka pasur presionin brendshëm edhe oponentë shumë të madhe brenda partisë, sigurisht mbas të informatave që i posedoj, ka qenë që për të siguruar shumicën e votave ose të paktën kvorumin për le të themi presidentin dhe votat për qeverinë, le të themi që tashmë edhe i ka ndoshta edhe pas LDK-n, Lidha Demokratike do të synoj patjetër postin e presidentit, pa u përmendur emra i përveçshëm që mund të jetë pjesë e negociatave midis LVV-s dhe LDK-s. Që deri këtu mendoj që është korrekte sepse edhe vetë Kushtetuta e Republikës së Kosovës kërkon që pushtetet jetë balancuar në Kosovë dhe natyrisht Lëvizja Vetëvendosje shkoi le të themi në zgjedhje të mëhershme, kërkoi 60%, nuk i morri, që i bie i ka votat për qeveri, po jo edhe për presidentin. Dhe në këtë fazë kujtoj që po të ketë pak vullnet politik më të madh brenda Lëvizjes Vetëvendosje, po të ketë gjaktësi, po të ketë le të themi zëra disonante ose le të themi zëra më kritik për brenda vetë LVV-s, do duhej që t'i thonte dikush zotit Kurtit që është koha që të mendohet më shumë për shtet se sa për pushtet, sepse tek e fundit nuk është më rëndësia i fiton më Vetëvendosja 3% më shumë më pak, shumë më shumë ka rëndësi që vendi të ketë institucione të përballë me pasojat që i kemi krijuar le të themi qoftë në raport marrëveshjet që janë me Serbinë, të shikojmë të kryejmë detyra të arrihet partneriteti strategjik me SBA-n dhe të fitojmë fondet qoftë IPA dhe të tjera nga Unioni Evropian, pasi që ne siç e dini kemi disa fonde, po për shkak të qeverisë që ka qenë detyrë dhe jo funksionale s'ka mujt marrëveshje të ratifikohen konventin të kohë të arrihen marrëveshjet financiare sepse Bashkia Ndërkombëtare e Qeverisë që janë detyrë nuk i konsideron si qeverisje funksionale, po i konsideron si qeveri të përkohshme, anis pse zoti Kurti është munduar që gjë të duket sikur se është në rregull dhe si mungon kur gjë Kosovës, por ajo që ka është në rëndësi në demokracinë kemi një realitet tjetër. Legaliteti po është legitimiteti që bëra nga vullneti qytetarëve. Dhe nëse ai legitimitet nuk ekziston, atëherë domethënë institucionet janë jo funksionale, bazohen në kushtetutë dhe kjo faktikisht e ka përcjell Kosovën. Tash tutje sigurisht që ka mundësi, ka ende kohë që le themi të arrihet një marrëveshje politike ndërmjet
zotit Abligjiku dhe zotit Kurti, por natyrisht që për këtë gjë kërkohet pak ma shumë edhe mbarës të përgjësisë vullnet ma i madh politik nga lëvizjeve të vendosje. Kom thonë diku se natyrisht që përgjësi për të dalë nga kriza kanë gjitha partit, po pak ma shumë e ka partije që është më e madhe ose 3 fish më e madhe ose 2 fish më e madhe ose partit e tjera të opozitës, dhe natyrisht ne nuk mund të barazojmë, le themi, asnjëherë miun me elefantin, as për nga pesha, as për nga mallësia, kështu që... Ky elefanti apo është i vetëdijshëm për peshën që e ka, apo po bëhet kishë spedi? E po do me jalon përgjithësinë e peshës edhe miut. Elefanti ka hyrë në dhomë, po nuk është duke ditur se ka i bie dera dhe ka i bie, le themi, dritarja. Fatkeqësia e kësaj punë është që s'po lëviz, as andej, as këndej, as po del jashtë. As nuk po rri brenda, dhe kjo është një fatkeqësi, le themi. Ky elefant është një bare madhe për popullin kur e mendon. Absolutisht po, por megjithatë unë mendoj që kam prit që mbas një periudhe, le themi 5 apo 6 vjeçare, lëvizja mund pjekët politikisht. Kalumën këtë kanë kuptuar se ka qenë më tepër një parti opozitare dhe si ka kuptuar mirë, siç po duket jo, dhe praktikisht është një problem një parti e cila nuk është demokratike nga brenda, është problem që të sillet mirë demokratike në institucione. Thoni që po të ishte më demokratike nga brenda, do të kishim një tjetër qasje në dialog, një tjetër qasje në politika që kanë. Vetë kritik dhe në temi do të kishte një presion mbi liderin këtë rast pozitiv, ku do t'i thuaj që në rregull ne kemi fituar, që unë vendin një herë në zgjedhje, u pa që jemi aty ku kemi qenë. Që i bie se vetëm fjala Albin Kurti vlen aty, të tjerë thjesht duhet ta dëgjojnë. Albin Kurti dhe 2-3 personave tjerë që janë duket kjo Mihali dhe disa profesorat Shqipërisë, dhe mund të ketë ndonjë akter që është domthonë brenda Kosovës, por të tjerët ta zonë sikurse që është zoti Konjum, sa nuk po shihet që po ndëgjohen se ne patëm. Ai shihet si njëra prej figurave kyçe në opinion, por cila është fuqia brenda? Si duket nuk e ka ato, sepse ne e pamë në deklaratë të zotit Hazirit që thënë jemi të gatshëm për 24 orë. E potencoj edhe zoti Konjum thashë që jemi duke diskutuar marrëveshjen, por kur u pa në fund s'pat asnjë rezultat, që i bie që domthonë peshat e tij ose këtë rast zoti Konjum sa nuk është aq e madhe sa duket në publik për brenda partisë. Dhe fatkeqësisht kjo po vret edhe tani, dhe por sidoqoftë në raj që le themi për brenda kësaj periudhe kohore të gjendet një marrëveshje midis tyre dy subjekteve, po ndonjë subjekti opozitar. Kurse për këtë dy partive tjera opozitare, PDK-s dhe Aleancën, kujtoj që do të flasim pak më vonë për refuzimin që është bërë edhe atë çfarë është. Me qenë pjesë e tavolinës. Por do të ndalem pak më shumë tek takimi i brendshëm. Çka është ofruar realisht, cilat janë ofertat që janë dhënë potencialisht prej asaj që dihet, informacionet që kemi. Patëm zotrin Abligjiku që thotë kryetari i kuvendit është një figurë ceremoniale, që na le të nuk kuptoj që nuk kanë interesa për qenë pjesë e kësaj. Si duket zoti Kurti ka ofruar, si duket ky parlamentarin, ndonse për këtë gjë mund të edhe 3 ose 4 ministri që janë, le themi, ndoshta jo relevante për lidhjen demokratike, më të vogla, ka qenë një ofertë, se me thonë, minimale, kurse Lidhja Demokratike sigurisht që ka synue me maksimizue kërkesën e saj, duke pas parasysh dhe kuvendin e fundit që përmes saj oferte të maksimalizuar dhe të rres unitetin brenda partisë. Siç duket kjo, le të themi, nuk është mirë kuptuar nga lëvizja vetëvendosje, dhe jemi në një gjendje, le të themi, të një krize të vazhdueshme politike që në një formë ose në tjetër është e shkaktuar tashmë, dhe kjo krizë sigurisht që përgjegjësinë thashë edhe më herët e kanë gjitha partitë politike, por peshën më të madhe do ta ketë lëvizja vetëvendosje. Nuk e di kja do të mirë kuptohet nga populli në zgjedhjet nëse shkaktohen në të ardhmen, por sigurisht që në demokraci gjithmonë mund të ketë befasi, dhe jam i pirur që ti besoj kësaj versioni, që populli nuk gabon asnjëherë. Si ishte ajo, presidenti duhet jetë një figurë që duhet me ngruh zemrat e qytetarëve. Ishte deklarata e kryeministrit me vetur pas takimit. Që le themi edhe nga deklarata e kaluar sigurisht që zoti Kurti nuk është më interesuar. Luan shumë bukur me fjalë. Një president fuqishëm siç ka qenë ose presidente siç ka qenë zonja Vjosa Osmani, ku i ka bënë një konkurrencë nuk e do një të tjetë. Pa tjetërsoshme në politikën e jashtme dhe ka udhëheqë jashtëzakonisht mirë me atë sektor, ku një formës një tjetër ka qenë një konkurrencë direkte për vetë
Kryeministrin e Republikës dhe ky si duket është interesum të bëjë një president të ngjashëm që ka Republika e Shqipërisë, të tipit Zotit Begaj, ku praktikisht dhe formalisht është një president ceremonial i cili nuk pyetet pothuajse për asgjë në Republikën e Shqipërisë dhe çdo gjë është kalon përmes kryeministit Rama. Edhe si duket e ky është interesuar, po për atë gjë kushtetuta ajo nuk ja lejon deri diku dhe këtu mendoj që ka qenë mjaft i mençur ish-presidenti i Finlandës Martti Ahtisaari, kur e ka draftu dhe hartu dhe pavarësinë e Kosovës, po dhe vetë kushtetutën e saj, le të themi në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian, sikur e kanë ditë me kënd kanë me vënë. kanë punë, sepse ata përvojat e kaluara tregojnë që jo gjithmonë një vend mund të qëndrojë në demokraci dhe mund të ketë lider politik që synojnë vetëm demokracinë. Ne kemi ta zëm rastin e Orbanit në Hungari, ku ka qenë një lider pothuajse autokrat dhe popullist, i cili është munduar më tepër ta lidhë Evropën me Rusinë se sa me po më Hungarinë me Rusinë se sa me Unionin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Prandaj ata kanë qenë të vetëdijshëm çka kanë bërë. Po natyrisht që kjo ndoshta nuk po i bie dikujt tamam, sepse kur ke disa lider politik që mund të kenë prirje autokratike, sigurisht që kjo kushtetutë e balancuar nuk ju bie bashkë tamam dhe kërkojnë me ndryshuar që Kosova është bukur vështirë. Por megjithatë, unë uroj që prapse po thon brenda lëvizjes vetë vendos që është çelësi i zgjidhjes së problemit. Dhe ky qes do duhet A e din ku është Chelsea apo bën kishës po e shoh? Absolutisht që di edhe nuk ka asnjë njeri në Kosovë që nuk e din madje edhe vetë njerëz që janë lëvizjeve, por nuk e kanë guximin ta thonë publikisht, se sigurisht që mund të kenë pasoja le të themi të tilla të Ka që vështirë të është ka që të themi e hermetike është fjala e lirë, absolutisht, është kaq e mbyllur, sepse domethënë statuja le të themi ose aura e liderit brenda lëvizjes vendos shumë e fuqishme, që kujdo që ai domosdoshmë nuk jep dorën ose e refuzon brenda partisë, sigurisht ai nuk ka të ardhmë të suksesshme. Kemi pasur duke njëri prej tyre që ka pas zë pak ma kritik brenda partisë, ka qenë kaluar në Libornaliu, nuk është më, pastaj kemi pasur Hysen Durmishin, ma vonë sa dion. Në fakt ai po intervistohet tani nga prokuroria nëse flasim nga partia, po ka pasur edhe figura tjera që ndoshta kanë qenë më pak të rëndësishme. Dhe kjo sigurisht i ka përcjell, po kjo nuk do duhet të ishte arsye për mos me reagu, sepse shikoj intelektuale dhe njerëz që janë le të themi se ka dikon në atë grup parlamentar të LVV-s, ne do me reagu se figura detare të zonë sikurse që është për shembull Gani Krasniqi ose janë disa figura që kanë përtej pjesës politike kanë një faraure, le të themi edhe nacional qëllimtare, po edhe kanë shumë adhetare, duhet me reagu sepse kur është pyetje interesi i shtetit nuk kalkulohet interesi personal. Të zamë se i marrëm në fillat e rezistencës Kosovë, po të kishte kalkulu të Azam Ibrahim Rogua fatin e vetë personal, asnjëherë nuk ishte nuk ishte dhejsh me lidhën demokratike të Kosovës, sepse në atë kohë ka qenë privilegj me dhejsh, ka qenë sfidë, ke pas probleme me sigurinë, rrezikim të familjes, ashtu me radhë. Ma dhe në kësi situata, ti mund degradohesh, a mund bëjmë një krahasim të këtyre situatave? Po jo, po flas në kuptimin që situatat janë identike, po ti kur e merr edhe ekipak misionin për te interesit personal politik. Kemi elemente për të krahasuar. Po, por domthon fati jot personal nuk kalkulohet në disa raste kur është pyetje interesi i shtetit, ta zon kur dan ose ta zon zoti thashi kur është vendosur në udhëheqjen në Shtëpinë Qendrore të Kosovës ose udhëheqje delegat nuk e ka kalkuluar, jam i bindur gjithmonë interesin personal sepse kanë qenë situata të caktuara që është dashur me vendos për te asaj. Dhe këto domthon momente kritike kur shteti përballet me krizë institucionale dhe është bllokim të kësaj krize, dhe shumë njerëz brenda lëvizjes o dashur me reagu, më thonë ka dalë se ne këtu do të reagojmë për te vetvetes ta shohim interesin e shtetit, sepse nuk është më pyetje vetëm interesi i lëvizjes, po me pa një pikturë më të madhe, sa po humb Kosova si shtet, sa po humbom ne si domthon shumicë e popullatës së Kosovës, dhe jam i bindur për këto, do duhet dhe pres këto ditë që të ketë reagim për brenda lëvizjes vetëvendosje dhe zhbllokim domthon të këtij ngorçi politik. Në rast se zotëri Kurti, lëvizja vetëvendosje vazhdon të qëndroj besnik asaj kërkesës që të ketë kryeministrin dhe presidentin, çfarë në fakt i mbetet në tavolinë LDK-s dhe a do të mund pranonte? Po praktikisht i mbetet asgjë dhe lëvizja Lidhja Demokratike nëse pranon një marrëveshje të tillë, pranon një akt të nënshtrimit, i cili pothuajse apo shndrohet në këtë patericën që po përmendet në pothuajse i shkakton domosdoshmë të pariparueshme. Pas çka se tha dhe vetë zoti Abligjiku për një marrëveshje të mirë, e kam edhe votën time edhe deputetëve tjerë që kanë qenë edhe oponencë dhe ridjeshme e imja, ai nuk e tha pa arsye, sigurisht që ka konsolezë brenda,
por nëse nuk ofrohet kur gjë, jam i gatshëm e bë, ma përpara shkojnë zgjedhje, rrezikoj prapë se sa që domethënë i nënshtrohem totalisht një subjekti politik dhe një lider racional do duhet vepron të ekzistojë, do të kisha qenë vendin ose zotit Abdigjiku, ose zotit Hamza, ose zotit Gjini, do veproja njëjtë, sepse nuk jam i gatshëm të nënshtrohem plotësisht vetëm për të qenë pjesë e një qeverie në thojza, le të themi, e cila mund të jetë pothuajse më shumë simbolik se sa përmbajtje për brenda. Po. Ka pas reagime të shumta rreth këtij takimi edhe nga ana e partive opozitare. Ndër të fundit që kanë reaguar është edhe ish kryeministri Ramush Haradinaj, që ka deklaruar se partitë opozitare mund ta ndihmojnë Kosovën vetëm nëse janë bashkëvendimtarëse në një koalicion me lëvizjen vetvendosje. Edhe thon shkurt e shqip, VV duhet të marrë ose presidentën ose kryeministrin. Në esencë ka të drejtë atë çfarë thot, vetëm mënyrën si e thot mendoj që është e gabueshme, sepse në fakt zoti Kurti përmendi 2-3 herë zotrin Gjini për faktin që nuk është shumë e gabueshme në demokraci një lider i një partie politike mos me qenë pjesë e tavolinës. Kto ka dëshmuar shumë vende edhe në rajon, po kemi edhe Shqipërinë, ta zom zoti Sali Berisha një kohë shumë gjatë ka bojkotuar edhe parlamentin. Por ata kanë ka bojkotuar edhe negociatat me zotin Edi Rama në Shqipëri, që ka asgjë, domthonë është lanë anash, është i ka marrë gjitha bashkitë, pa të marrë Partia Socialiste, pa të marrë një pushtet maksimal BE-ja, pa të përqafu, sepse shikon demokraci nuk mjafton vetëm me abstenu. Demokracia nuk është të abstenim, kush e ka kuptuar, mendoj liderët në dy partive kanë keq kuptuar situatën. Nuk mendoj ti duhet me shkon tavolinë bisedimeve të gjithë, por me shfaq qëndrime tua dhe me qenë konsistent ndaj asaj, por natyrisht po më vonë i ka refuzu dhe natyrisht domethënë ti e maksimizon kërkesat tua, por natyrisht është edhe mundësi për me bë kompromis, por kompromise që nuk ta dëmtojnë ty domethënë kurrizin ose për ato që ka ti qëndron politik, po bën kompromise që janë për brenda numrave që ti përfaqëson Parlamentin e Republikës. Dhe kjo konsiderohet normale, por duke mos qenë pjesë e garës dhe duke bën nga oborrët e Parlamentit deklarata se çka kërkon, mendoj që është jo serioze, do të merren nga çdo. Prandaj unë mendoj që këtu po gabojnë edhe lideri i Aleancës edhe i PDK-s që nuk janë pjesë e bisedimeve. Madje vetëm pramë i fajsoj zoti Kurti, nga atë filloi që ti fajsoj se ata nuk janë serios, sepse nuk po marrin pjesë bisedime, por vetëm po lëshojnë domethënë deklarata skajeve të Prishtinës, që i bie le të themi që ajo pastaj mund të faturohet pozitivisht le të themi zotit Kurtit nëse i gjejë. Përkundër kësaj këtyre deklaratave të Kurtit, sepse ai përmendi zotrin Gjini të paktën 3 herë në fjalimin e tij mbas këtij takimi, e vërteta është Aleanca ka qenë shumë e prerë në kërkesat e tyre. Plotësoni dhe respektoni 6 pikshin tonë dhe ne do të bëjmë korumin për presidentin, për Aleanca ka posur një motiv vështirë, sepse në kaluamën ka qenë bukur e injoruar nga le të themi lëvizja vetvendosje dhe si duket si pak një injorim edhe mbas procesit. Janë munduar që t'ja u kthejnë njëjtën gjë dhe lëvizjes vetvendosje, por unë mendoj që gjithmonë politikët gabim mos po taku. Edhe unë s'po di kom thonë dikon në studio televizive, ndoshta këta liderët politik Kosovë kanë nevojë me thirrë këtë analistin amerikan që është më duket profesori negociator Dan Serverin, Daniel Server, një mojt një farë kursi ose një farë shkolle politike që është negociohet, sepse në shku njeri më taku 20 herë më mujtë me arrit një marrëveshje, këtë tregon që ose këta janë të papjekun politikisht, ose nuk keme kënë me bisedu. Ose vërtet kosovarët edhe në kaluamën s'kan ditë me bë marrëveshje politike, po kanë bën në ndërtimin e bashkisë të tjerët kanë bërë për ta. Prandaj kjo sjell një fatkeqësi tjetër që vërtet në vend që ne të piqemi politikisht dhe kur na lejojnë frenat në dorë bashkia ndërkombëtare të punojmë për shtetin e Kosovës. Thua që po të kishim një ndikim të bashkisë ndërkombëtare si në të kaluarën, sot do të kishim institucione, pas një dilemë. Unë mendoj po të kishte një presion amerikan, por si duket ata kanë pasur që është koha që më na lejon neve një kohë caktuar, sepse patëm... Kur thua një kohë caktuar do të thotë jo pafundësisht. Jo pafundësisht, sepse dikur do t'i bien tavolinës, do të thonë që mjaft ose mjaft, është koha për institucione, por atëherë sigurisht siç është ajo. Në cilën pozitë do të jetë shteti i Kosovës në një rast? Siç është ajo thënia ndoshta që ka thonë duket Fadil Hoxha,
Bira Amini do të bëhet 300 grash. Secili lider do të mundohet të shkoj më përpara në ambasadën amerikane që të arrijë marrëveshje, por do të jetë vonë. Prandaj kujtoj që është, si më thonën, bukur kohë e mirë edhe që vërtet arrihet i marrëveshje politike dhe le të themi Kosova ta kaloj këtë ngërç presidencial dhe pastaj qeveria zgjat sot këtë marrëveshje politike dhe zgjedhjet po të bën demokracinë nuk është e lashë. Kosova ka pasur duket një për jashtu qeverin Kurti një kështu mesatare 3 vjeçare të zgjatjes së qeverisë dhe disa procese politike do të shtyhen përpara, sidomos në dialogun me Serbinë, pastaj edhe marrëveshjet, po flas partneritet strategjik me SBA-n dhe njëjtën kushtyrën e politikave europiane të Kosovës ka shiu në Unionin Evropian. E përmendëm më shumë AKN, por e përmendëm Kalimthi edhe qasjen e PDK-s. Në fakt ka pas komente të ndryshme prej përfaqësuesve të kësaj partie gjatë kohës apo mbaj takimi, pas takimit, para takimit, pse nuk duan të bëhen pjesë e një koalicioni, pse nuk duan të jenë pjesë e këtyre, të themi, tryezave ku po bisedohen, ose ku po bëhen këto pazare politike, nëse më me thonë. Në fakt, ideja ka qenë që PDK ka qenë vazhdimësi e njohuar nga zoti Kurti. Në fakt, asnjëherë ata s'kan shprit në një qëndrim që janë gatshëm me bë le të themi koalicion me PDK-n, ma tepër është përdorur si trampolin për të ardhur deri në marrëveshje me partitë të tjera politike, qoftë Aleancën apo edhe LDK-n, ma shumë me LDK-n se sa me të tjera, dhe natyrisht ndoshta nga kjo edhe ka rrjedhur situata ku PDK-ja ka një veten të parëndësishme në këto takime dhe është detyruar ta refuzojë le të themi çdo takim, por unë kujtoj që prapse është gabim, se nëse ti je ke qenë në rrum, gjithmonë do të më qenë pjesë e lojës. Dhe ki më të letë pastaj edhe komunikimin me votuesin tonë, sepse ki një arsye kush ka zgjedhur më tregu për çka le të themi çështjen e takimeve, bisedimeve, është një plus ky që do ta shfrytëzoj Kurti? Po, absolutisht, se kur ti nuk je pjesë e tavolinë, nuk je çfarë më thon votuesit, sepse votuesi ty të shesi si më thon jo potent, domethënë të shesi një jo faktor në skenën politike, domethënë ti nuk je pjesë, s'ka asnjë lajm, domethënë gjitha lajmet djeshin takimi Abdigjiku, Kurti, kurse për Hamzën edhe Gjini nuk rritë asgjë, domethënë nuk di si me kon ata jo me qenë domethënë jo ekzistues në hapësirën e Kosovës, në hapësirën mediale. Keni pas gjitha mediat, hapësirat i kanë nxonë gjitha portaleve, media vetëm figurat e Abdigjikut dhe të zotit Kurti. Po sepse ishte pritje që ishin domethënë aktorë në lojë, kurse ta ishin totalisht jashtë skenës, domethënë ishin shikues praktikisht, do dash me thirr edhe PDK-ja edhe Aleanca me thirr dika nga rolet në këtë film që regjisor kemi. Dhe është dash me thirr dika nga LDK-ja se nga VV-ja siç ka po ndodhur në takim, këta kanë qenë pothuajse shikues të krejt kësaj ngjarje dhe që unë mendoj që është gabim politik. Dhe krejt ky rol që prej asaj që shohim Kurti dhe Abdigjikut, në rast se nuk kemi një marrëveshje dhe shkojmë në zgjedhje të reja që u përmendan prej të dy përfaqësuesve të partive, cili do të jetë dëmi që në fakt lidhja demokratike po i bën vetës nga krejt këto? Po në fakt është të vërtet që mund t'i shkaktoj një dëm, le të themi, qoftë lidhje demokratike. Sepse ai po pranon një rol që nëse flasim në gjuhën figurative, siç e thatë edhe ju, të një projekti filmik, ai po pranon një rol për cilin në fakt njerëz brenda familjes nuk do donin që ai ta bënte. Jo, në fakt sa kam në informata, ata kanë qenë dikur një pjesë e madhe kundër, por pas kuvendit janë zotuar që le të themi të përkrahen një marrëveshje politike. Thua që kanë kaluar këto ndasitë e mundshme? Nuk kanë kaluar në kuptimin, si më thon, sepse na jemi ballkanaz dhe ato nuk kalohen lehtë, por ideja është që ata deputet që janë për brenda grupit parlamentar, ja është arrit një dakordim brenda lidhjes demokratike që të shkohet, bisedohet dhe votat mund të sigurohen, s'paku nëse sigurohen gjitha për miratim të presidentit, pakën për kvorum, por me kërkesë maksimale që lidhjes demokratike patjetër do të takoj presidenti dhe pjesa më e madhe, le të themi, jo më e madhe, po pjesa e disa prej ministrive. Dhe kjo me këtë zoti Moshku dhe zoti Abdigjiku në takim, që si duket e ka konsenzusin brenda grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, sa kjo do të arrihet është shumë vështirë pasi që ne po shohim që zoti Kurti më shumë i levërdisin zgjedhjet e reja parlamentare se sa arritja një marrëveshje politike, sepse tek e fundi ka gjitha franat e pushtetit në dorë dhe aty si mungon asgjë. Përveç është një problem që
nuk kemi një, le të themi, normë juridike cila sakson sakt se si dhe kush do të jetë pas periudhës 6 muajore presidenti i Republikës, dikush thënë që mund të jetë kryetari i gjykatës kushtetuese, por nuk ka, më duket sa di, nuk ka të shkruar diçka interpretim kushtetues për këtë, por edhe nëse nuk ka të normuar, sigurisht që spari do të ketë një praktikë e politike dhe ajo praktikë mund të shndrohet në normë, se faktikisht i ka lënë zonjës Haxhiu ky mandat 6 muajor dhe nuk kemi, le të themi, pastaj të drejtë që të vazhdoj tutje, atë ndoshta thranat e shtetit do t'i merr kryetari ose presidenti në shtetin, ushtues në kryetari i gjykatës kushtetuese. Nëse kemi krijem të institucioneve dhe të qeverisë, të cilat zotëri Kurti thotë që ka jo, nëse kemi bllokim është fjala. Nëse kemi opsionin tjetër, po them unë tani. Po, nëse kemi krijem të institucioneve, atëherë është diçka tjetër. Dhe na mbetet vetëm çështja e presidentit. Po, jo, krijem të qeverisë po nëse nuk zgjidhet presidenti, atëherë do të kalon, do shkojmë zgjedhje dhe brenda kësaj periudhe nuk ka normim se kush do të jetë pas zonjës Haxhiu, pas periudhës. Dhe nëse vendoset është vetëm një formë se si praktika të tjera të vendeve, zakonisht bëhet kryetari i gjykatës kushtetuese, si gardiani i Republikës. Krejt në fund, me që folëm për këtë filmin që i kemi aktorët, ca që kanë pranuar rolet e ca që nuk duan të bëjnë pjesë e këtyre roleve. Prej krejt kësaj që kemi parë këtë kohë dhe muaj më parë, a i bie që duhet me bo një skenar të ri, se me gjas ky film zërë që bëhet? I skenar atër, nëse kemi skenar të ri, do të bëhet vetëm pas zgjedhjeve të reja parlamentare. Domethënë me këtë formë është vështirë që zgjidhet të skenario i ri për faktin që e thash edhe më parë zgjidhja krejt të ngërçi politik më shumti ose edhe peshë edhe fuqi politike ka brenda LVV-s. Këto parti tjera domethënë nuk kanë fuqinë dhe po dojnë që ta zgjidhin vetëm nëse shkojnë nënshtrohen para kurtit dhe thonë që po e shkrijnë partinë tonë për brenda lëvizjes vetëvendosje, përndryshe nuk ka asnjë hapësirë tjetër që vërtet të ketë marrëveshje politike me këtë skenarion aktuale siç po e prezanton zoti Kurti, duke i dhënë subjekteve të opozitës kryeparlamentare dhe një 2-3 ministri të parancishme dhe jo funksionale për to në raport me krimin e një koalicioni të mundshëm qeverisë përtane. Zotri Sadiku, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne dhe shikuesit tanë, në mesin e krejt angazhimeve. Ju falenderit edhe juve për mundësinë dhe ishte kënaqësi që të jem para dëgjuesve dhe shikuesve të radio televizion të shtenë. E vlerësojmë shumë, falenderit shumë.